Starton formati më i dashur i të rinjve Rin Show 2025, spektakli i talenteve të reja i cili i hap rrugën drejt artit të rinjve të talentuar me pjesëmarrjen e gjimnazeve të qytetit, premton të sjellë spektakël edhe këtë vit, duke shënuar edicionin e tij të 16. Ky është viti i 16 i Rin Show-t. Të rinjt kanë 2 javë që kanë filluar përgatitjet, gjithmonë mbahet në fund të muajit prill, pra është një kohë shumë e bollshme që ata të kenë mundësinë të trajnohen nga specialistë që ne kemi çuar nëpër shkolla dhe kanë bërë përzgjedhjen paraprake, si në koreografi, në teatr, në këngë, pra janë disa mësues të cilët kanë përvojë dhe besoj që do të sjellin këtë vit një Rin Show, jo vetëm që fëmijët apo të rinjt të kalojnë kohën nëpërmjet artit, por dhe të perfeksionojnë atë talent që ata kanë. Prej 2 javësh, nxënësit e shkollave të mesme janë duke zhvilluar provat në ambientet e Qendrës së Kulturës dhe Inovacionit. Jemi duke performuar provat për kërcime, për Rin Show. Kemi menduar disa kërcime, aktrime dhe sfilata. Gjithashtu do kemi dhe këngë. Mendoj se është një nga organizimet më të mira që bëjnë në shkollat vitet e fundit, duke qenë se jo vetëm na zhvillojnë talentet dhe aftësitë e ndryshme, por kemi mundësinë të njihemi me artet e skenës, të përballemi me ndoshta frikërat që kemi dhe të njihemi me njerëz të rinj dhe krijojmë shoqëri të ndryshme. Dhe kemi menduar që si çdo vit të dhurojmë një spektakël për gjithë publikun korçar, duke përfshirë disiplinën e kërcimit, sfilatës, aktrimit, këngës dhe ju premtojmë thjesht kaq që do ketë surpriza dhe do të jetë një shfaqje ndryshe nga çdo herë tjetër që jemi mësuar të shohim në skenën e teatrit, mbi shfaqjen e Rin Show-t. Ky spektakël maratoni të rinjve tashmë është kthyer në një traditë përkohshëm, duke shërbyer si formati që promovon artistët e së ardhmes.